sekret nuk duhet vi me mua. Sinem. Ç'kemi? Si kaloi provimi? Mirë, nuk ishte keq. Vetëm nuk bëra përgjigjen e fundit. Ti vajzë përsëri do të marrësh 100 Mos e tepro tani. Shumë bukur dukesh. Vërtet? Shiko, Alperi na pret aty. A nuk është Eda këtu? Ajo shkoi më herët, por gjërat e tuaj vendosën në vetur. Ç'kemi? Mirë, ti si e Jakut? Mirë. Hajdeni, shpejtoni se do vonohemi. Rrobat i ke brenda në çantë. Unë ku do vishem? Në vetur. Nxirre bluzën, vish fustanin nga lart, kurse pantallonat nxirri prej poshtë. Mirë. Shpejto, vendos pudër, buz kuq dhe gati je. Hajde shkojmë. Përsëri tani? Në rregull, mos bëj panik. Unë do ju çoj në kohë. Shpresoj se nuk do të mbetemi në pozicion që të shtyjmë përsëri. Do të rprohemi para njerëzve. Hajde Alper, ende nuk u rregullua? Në rregull, tani do kryet. Shumë mirë. Lëshoj edhe flokët. Hajde Alper, akoma nuk mbaroi? Erdha në shkollë, kam ushtrime. Ashtu, a? Diçka ndodhi? Jo, unë do të vi të premten. Më në fund do të provoja të verën tënde sekrete. Do me thënë nuk e humbas këtë mundësi. Hajde shihemi. Shikoj këtë. A është kjo një ëndër? Mund e dikush të më ngacmoj? Me të vërtet çudi. Deri në Benderli është në shkollën tonë. Shikoj këtë marrëzi. Kush është? Deri në Benderli. A nuk dëgjove se erdhe në shkollën tonë me një transferim nga jashtë? Nuk e njeh? Jo. Kush është ai? Njëri nga ato meshkujt e pasur e të lasdruar. Sikur nuk mjaftojnë lajme që lexojmë nëpër revista për dashuritë e tyre. O zot. Tani sheh këto dhe vajzat tona. Ndoshta i kemi ngjarë si dikush. Mos ju ngatroj atëherë. Hajde. I ka hyrë vetja në qef. Të ikim. Sonja Gjella, ju nuk e dini se kush jam unë, por unë gjatë kohë ju kisha në mendje dhe në zemër. Para shumë viteve, duke i falenderuar në nësuaj, kur i kisha presh shpresat, gjeta mundësin që të përqafoj një mrekulli. Sekreti juaj që dëshirua të fshihni si një faj, u bë pasuria ime më e çmuar.
Gjela, Urdhëroj Ibrahim. erdi nëna juaj. Do të vi pas pak. Në rregull, zonjë. Majid e kush, nëna? Pram peshinu, zonja Gjela. Urdhëroni, zonjë. Çfarë është ajo? Limonat, zonja Gjela e bëri vetë. Nuk dua bi, jo, tani sa i dhash kilogramet, jo. Kush pas ka ardhur? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta shpirt. Si e? Mirë, jam mirë. Edhe ti dukesh mirë. Natyrisht që jam dobësuar. Fatosha ta marrë atë? Pa tjetër. Hajde, mblidhuni, kam durata për të gjithë ju. Nuk ishte nevoj. Zemër, a ka mundësi ashtu me duart bosha? Hajde. Kjo pasuri përveç lumturisë së pafund më solli edhe frikë. Vazhdimisht shpërnguleshim nga një vend në tjetrin, sepse kisha frikë se mund ta humb, se do të duhej ta ndaja dashurinë e saj me dikë tjetër. Mendoja se një ditë do të pendoheshi dhe të ta kërkonit. Kurse tani u alë atë me duart e mia. Në fakt nuk mund të ikim frikës që e kemi. Nëse ko pas kohë keni menduar për atë dhe jeni mërzitur, ta dini se së bashku me burrin tim të ndjerë kujdeseshim shumë mirë për atë. Gjela? Nuk e dija do ju letësoj, por ajo kishte një fëmiri të lumtur. Për ty. Por pas kësaj, Ishte nevoj. mund të shikni vetë me sy tuaj se si do ta ketë ardhmërinë. Faleminderit. S'ka gjë. A nuk do ta vësh? Natyrisht. O, falper, përsëri me rëndësinë e arritëm. Më në fund. Jakut, ti mos u vono, nxito, shko shpejt, të prit mygëja. Nxito. Telefon, Do ta sjell unë. telefonin tim. Personi që dua sjell këtë letër është bija juaj, zonja Gjela. Erdhën të gjithë të ftuarit, po presin me padurim. Por Jakuti nuk është ende. Ato nuk erdhën ende. Tani i kërkova, pas pak do t'jen këtu, qetëso. Nuk mund të qetësohem. Jakuti ku është? Hajde, çu. Erdhën. Duke besuar se nuk do ta lini atë pa përkrahje, mund të vdesë qetë. Më falni. Kërkoj falje. I bërë shumë e bukur. A më pritet shumë? Kush është? Nëna e saj.
Zonja Mesude. Unë jam Sinem. A je ti bi? Unë jam. Sinem. Unë. Teze Mesude. Ne jemi në martes. E dini ju se Jakuti është dëshmitare. Po, Sinem. Unë nuk jam mirë. Jam shumë keq. Teze Mesude, mos më friksoni. Mirë je? Shkrova një letër. Si për saj ka adres Jakutit. Ta dorëzoj. Të adresa e shkruar. Ta jap me duart e saj. Më fal, çfarë adresë është ajo? I thua saj ta qoj. Ta qoj në adresën e shkruar. Adresa e kujt është Teze Mesude? Pa tjetër që duhet ta jap ajo personalisht. Teze Mesude, nuk mund të dëgjoj. Këtu ka shumë zhurmë. Ne do të kërkojmë më vonë. Alo, nuk ju dëgjoj. O, Zot. Çfarë u bë? Më tha diçka, po nuk arrita ta dëgjoj. Nuk e kuptova. O, zot. duke shumë e bukur. Jakut, të kërkoj Tezja Mesude. Ashtu, çfarë tha? Zëri nuk I vinte mirë. Kërkoja një herë. Mos ndoshta e zuri zemra. Është e zënë. Pikërisht çfarë të tha? Tha diçka sikur do të jap një adresë. Nuk e kuptova mirë. Sigur, si ne. Zemër, ishe pikërisht në martesë. Ishte shumë zhurmë. Por tha se nuk jam mirë. Si? Çfarë do të thënë kjo tani? Mos mendo gjëra të këqija më njëherë, qetëso. Jo, më duhet të shkoj patjetër. Si tani? Shtë më njëherë? Ju I tregoni mikës, le të më fal. Prit, unë do të çoj ty. Jo, nuk bën. Vetura jote mund të prishet. Ti mjafton të na lësh te stacioni autobuseve. Në rregull atëherë, unë I pastroj prizat. Me të vërtetë do të vish? Natyrisht që do të vi. A ka mundësi të lë vet? Ha? Fustanin e njëjtë e bleva edhe për vete. Si është? Pikërisht është si për mua, po jo? E bukur është, e bukur, por kur do ta sheh Majnuri mos xhelozoj dhe të kërkoj ta blej të njëjtën. Përveç si tregoj të gjithë shoqërisë, nuk e ke iden se sa tallen me kunatën tënde. Nën, çfarë bën ti? Zoti ta ruaj. Por nëse dëgjon Majnuri, sikur nuk e njeh. Ajo kërkon shkak për t'u zënë. Të xhelozon edhe ti, edhe mua. Plas nga xhelozia. Djali I saj është temë në vete, të bën shumë nervoz. Shiko tani. Sikur nuk ishe ti ajo që më futi mua në këtë familje. Tani e ulur dhe flet për gjithë. Të futa, por a ishe keq. Shiko rreth e për qark. Në të vërtetë, dua të them, mbete herët e ve. Por kjo vetëmi që zgjat kaq shumë është pak edhe zgjedhja jote, Gjela. Prano, të lutem. Të doje deri më tani ishe martuar 5 herë. Të gjithë vinë pas teje. Oh, nën, mos thuaj gjëra të këtilla. Unë e mbylla atë faqe. Veçanërisht, vendin e Xhemilit nuk e za askush. Shkoj shumë herët I ndjeri, shumë. Çfarë do të bësh, Fati? Zonja Mahinur me zotriun për një orë do t'jen këtu. Kërkuan para pak që nga rrugës. Bukur. Dash Zoti ti nuk je e lodhur. Unë? Jo, zemër, të lutem. Ma gjithë si pas asaj do e përgatisni sofrën. Natyrisht. Mill? Duke pare dhe ti e mësove. Bëje një ta shojmë, bëje. Do ta bëj pra, çfarë ka? Zonja Gjela për darkën e sotme nuk kërkoi diçka të veçantë, por ti më jeshtër gjithsesi bëja ëmbëlsirën që e pëlqen zonja Suzan. Do kënaqet shumë. Në rregull do ta bëj. Ky gjithë qenë ka jashpër. Tu sjell një pjatë dhe pirun zotri Hakan? Kur kthehen ato?
Në mbrëmje diku nga ora 7. A është zonja Gjela në kopsht? Jo, është në salon me nënën e saj. Ha. U kthye tezja Suzan nga Parisi? Po, këtu është. Falenderit, Alper. Vajza, mos më keq kuptoni. Nisini në rrugë të gjatë për atë shkak po ju pyes. Keni të holla me vete. Falenderit. Ku au ju Në them? rregull, kjo mjafton për Në ne. rregull? Jakut, mos u mërzit. Jam i sigurt se nuk ka asgjë. Hajde Jakut, tung. Mendoj që muajin e ardhshëm do të da në një udhtim ujor. Dili, si të duash ti? Unë nuk të pengoj ty, apo jo? Nëse ke punë shkoti. Teze Suzan, mirë se erdhët. Përshëndetje e kanë si e. Miriam. Si ishte pushimi në Paris? A ishte kamp për zbukurim apo çfarë? Më thuaj. Atë duket se kaloj keq. Më shiko njerë, dhe 7 kilogramun. Ju në çdo mënyrë dukeni mrekullueshëm, tezja Suzan. Faleminderit zemër. Më tregoj motra jote Gjela se punon në fabrik. Bukur. Ashtu. Mirë, bukur shumë. Gjithsesi unë po shkoj në dhomën time. Gjela, thuaj që të mos sjellin jogurt frutash. Zonja Gjela, erdhi zotëria Arifi, është pranë pishinës. Edhe unë e prisnja atë. Përsëri ikën bukuroshet. Mirë se erdhe, baba Arif. Mirë se të gjeta bi. Më falë, të lodha deri këtu, por erdhi në naime, për atë shkak nuk munda të vi deri në fabrik. Të lutem, se ashtu rrugën e kam këndej. A mësove se çfarë pas ka qenë problemi? Përse vajza urgjentisht e pas ka lënë punën? Ajo dukej se ishte interesuar. Ajo nuk shkoi në bashkimin e mostrave. Mos pyet bi. Njërin nga të punësuarit tanë e pas kaftuar për darkë. Dhe ajo është qetësuar. Jo, Gjagji, diçka tjetër... A nuk ka thënë ajo? Dhe më thënë, më duke se njërin nga të punësuarit, në fakt njërin nga udhëhesit. Kani. Nuk mund të besoj ka shumë e lash pas dore. Çfarë do të bëje Jakut? Do ta lije shkollën? Nuk e di. Kam një ndjenjë të keqe si e ti se nëna ime nuk është mirë. Mos fol me rëzira, prej ku e nxor atë? Ndoshta është prishur telefoni. Shpresoj të jetë ashtu. Mendoja të marrë edhe atë në Stamboll. O zot, prej ku e nxor atë? Ndalu njerë, çfarë Stambolli? Shumë e lash pas dore, shumë. Sikur në shtëpinë tuaj ka vend. Do të mundohemi të gjejmë zgjidhje. Nëna ime do të rinë në dhomën time, kurse unë në dhomën e Elvanit. Do të jetë e qetë në shtëpinë studentore? Ajo nuk sheh qetësi për vetën e saj. Asnjë ditë nuk mendoj për vete. Mendonte vetëm për mua. Shkolla ime, sikur ajo vetë nuk ekziston. Çfarë të bëj? Do me thënë ashtu është të jesh nën. Tezja Mesude është nën e mrekullueshme. Ti shiko se sa me fat që je. Të lutem, sillu si ajo. Si thua, s'kam të drejtë? Në mos, atër të bisedoj me vlla Orhanin. Djali nuk dëshiron të punoj, por le të na tregoj se çfarë dëshiron të bëj, edhe ne si pas asaj të veprojmë. Nejse, do të gjejmë një zgjidhje, s'kemi çfarë të bëjmë. Ti dëshiroje të bisedosh diçka me mua? Nuk di si t'ju a them. Përsëri diçka me Hakanin. Jo, nuk ka lidhje me atë. Po më mërzit. Shiko, Gjela bi, unë jeta ime kaloj në këto toka në fabrik, ti e di shumë mirë këtë. Para disa ditëve
Pash se nipi im është rritur. Më kupton? Edhe mosha ime kaloi bi. Arif, baba ti do të matuash atë që unë kam frikë. Erdhe koha që të pushoj dhe ta nxjerr kënaqësinë e pensionit, apo jo? Si thua bi? Çfarë të them, baba Arif? Ke të drejtë. Ke të drejtë për të pasur. Por unë çfarë të bëj pa ty? Si duket Akani nuk merret me asgjë, ai rri kot atje. Derini tu nuk mund t'i them, djalo lere shkollën, eja në fabrikë që të na ndihmosh se kemi nevojë për ty. Më kupton? Baba Arif, prej tani nuk mund t'jem njëherë kaq e poshtër. Unë mendoj për dikat që mund ta sugjeroj. Edhe ti do ta pëlqesh. Jo, prit, të lutem ndalu, mos më sugjero tani dika. Nuk do të shkosh apo jo? Më jep kohë, baba Arif, ha? Kur e humba babain isha 14 vjeçe. Nuk mund ta harroj natën e parë që kaluam me nanën. U përqafuam duke qartë më kishte thënë gjumi. Po i ndodhi diçka, asaj do të vdes. Unë mërzita shumë kur vdiq Ajdani. Ajdan? Kush është ai? Askush. Edhe ati si mua. Ja pas kanë vënë emrin në jetimore. Nuk vinte askush të na vizitoj. Askush nuk mërzitej. Askush nuk pyeste për ne. As një zë nga larg, as në një kushëri. Nuk pyeste si ne mësje. Kur ai ndroi jetë u mërzita shumë. Në pushimet verore kur mbyllej shkolla të gjithë shkonin në vendlindjet e tyre. Kurse ti vazhdon të rritesh në atë ndërtesë të ftohtë dhe vjen një ditë kur ti japin dokumentet në dorë dhe thon hajde shko tani. Se ne të edukuam. Të nxjerrin jashtë asaj ndërtese të ftohtë. Përkundër gjithë shkaje dhe në krahasime të tjerët, ty të lejuan që të jetosh edhe 3 vjet më shumë në atë ndërtesë. Si do të paguaj qiraja? Dhe do ta marrësh në nënën tënde me vete. Do të dalim në ndonjë shtëpi më të lirë, ne i paguajmë Tiranë. Ti mos i mendo këto gjëra. Mos e lodh veten. Sikur ne të ishim në të vërtetë motra. A nuk jemi ashtu? Ashtu jemi. Në të vërtetë unë nuk kuptoj se çfarë ka këtu për të zmadhuar. A je vetë dishme se vazhdimisht kërkon shkak për të më fajsuar? Shkak? Hakan, a je i vetëdijshëm se vajza e la punën? Flet sigur e kam përdhunuar. A e vëren këtë? Unë vajzës i thash vetëm atë dalim për darkë. Nuk duhet ta linte punën. Ti ke paragjykime ndaj meje. Ta kishte bërë Derini të njëjtën gjë, jam i sigurt se nuk do t'i kishe thënë asgjë. Zemër, ç'lidhje ka kjo temë me Derinin? Hakan, shiko, to prova edhe më herët. Nëse nuk dëshiron të punosh, atëherë lere mos puno. Merru me atë që t'intereson më shumë, që t'pëlqen më shumë, por mjaft më Hakan, jepi një drejtim jetës tënde. Sikur mua më pëlqen që çdo ditë vi në fabrikë. Prindet më detyrojnë. O zot, o zot. Of. Of, of. Ai, zorrat mollërin. Çfarë hangrëm në mëngjes, diçka të lehtë? Ti quen të lehtë ato që e hëngrët? A, të lumt. Çfarë pas kanë ushqimet e mia? Ai, ndalu, Hikmet, ndalu. Të blejmë fruta. Çfarë të blej, zonjë? Pjeshk,
Rrosh për provë. Kaq. Si urdhroni zonjë? Mahinur, çfarë logjike kemi? Ne kemi kopshtet tona dhe tokën me fruta, jemi ndaluar në mes të rrugës për të bler fruta. Më kërkoj shpirti. Kemi edhe gjysmën e rrugës. Si ashtu edhe Gjela filloi me këtë gjëra organike. Sa mirë më herët kishin fruta si piktur, të mëdha. Tani të vogla. Ty. Çfarë pas ka qenë puna? Pas kanë qenë organike. Nga 3 kg prej të gjithë sa për provë. Po, sa për provë. Teze Nursel, përshëndetje. A e pe në nënë time sot? Moj bij. Prit të lutem, prit. Nëna ime ka vdekur. Prit të lutem, prit. Nëna ime vdiq. Të lutem, prit. Ndoshta nuk ka ndodhur gjë. Ku është nëna ime? Nuk e dim, kur kanë kaluar fshinje të afër, e kanë parë nga dritarja se ka qenë e shtrirë këtu. Zemër, përse u mundove ti? Ç'lidhje kanë, çfarë do të bëhet? Me Gjideja dhe Fatoshi ku janë? Tash pasi vi këtu ti sjellon. Faleminderit shpirt. Të bëft mirë. Brenda kanë vënë edhe fiq, është shumë e shishme. Mu kujtuan ana jote e ndjerë, shumë i pëlqente. I pëlqente ëmbëlsira prej fiqi, edhe dëshiron të ta ketë në shtëpi. A të kujtohet se edhe ti shumë i pëlqeje? A i pëlqen edhe asaj? Kujt? Asaj, mëjnën, edin. Ti i knaqesh kur e shkatron veten duke menduar për atë çdo moment. Jeton në Parajs, por nuk je e vetëdijshme për këtë. Unë mos kisha insistuar të martohesh me Xhemilin, as nuk do t'i kishe parë këto mrekulli. Ende isha fëminën, isha dashuruar në dikë tjetër. Leri tani këto, mos vol për të kaluarën, edhe mos mendo për atë. Harroj të gjitha. Çfarë më shikon ashtu? Asgjë, nën, asgjë.
Ti ende nuk më kuptove mua. Nuk mund t'i pranosh ato që i bëra për ty. Ende je nervos me mua. Lerinan, ashtu si që ta lëm të kaluarët. Mendon se për mua ishte lehtë? Sa heri biseduam këto Gjela, nëse ajo është vajza jote, është mbesa ime. Por për të mirën të gjithëve duhet silleshim kështu. Për atë shka kjo ishte e drejtë. Njëherë t'ja kisha parë fytyrën, do të jepja gjithë shka, si kur të dija se është mirë. Përse mos t'jetë mirë? Veçanërisht, edhe si kur do t'a gjeje, çka do të bëj, do të shkatëroj gjithë kjo jetë. Ç'lidhje ka nan? Edhe kështu nuk është e shkatruar? Thuaj të ta tregoj shtëpinë. Në rregull. Po vjen. Nëse thonë ma këtheni mbas, rreqet. Nëna e zonjës ka frikë se do të merret vesh. As nuk pyeti bile si quheni. Çfarë u bë? Në rregull? Në rregull. U gëzua gruaja shumë. Nëse dëshiron të ma kthej. Ajo vdese nuk u a kthen mbas. 20 vjet vuan për një fëmijë. Ju kisha treguar, por ki kujdes për vajzën tënde. Më shiko, nëse dëgjohet kjo, të dyja do të hyjmë në burg ta dish. Mos u mërzitni zonja Suzan. Kjo përfundimisht do të mbetet sekret. Hajde, ti tani shko. Shko. Në vend që të rritet me një nan pa babin e saj, u rrit në një familje që kishte mall për fëmijë. Mos ndoshta dëshiroje që të jetoj në një turp të atill. Sikur mos t'ja kishe humbur gjurmët nën. Ta dija se ku është. Gabohesh Gjela. Ishim të detyruar të harrojmë atë edhe të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Shkove dhe i tregove burrit tënd. Kjo ishte një gabim i madh. Gjemili nuk më gjykoi mua për këtë temë. Çdo herë më kuptonte. Por Derini nuk dëshironte këtë ta di. Tha se nëse e gjejmë do t'i tregojmë, të kujtohet? Atëherë Derini ishte i vogël, apo jo? Gjithsesi, ishte më e drejtë që të mos e di. Mos guxo që ti tregosh të lutem edhe atij. Në rregull, duke i falendëruar aksioneve të atij, u bëre mbretëresh e firmës. Ndryshe, Majnuri do të shfrytëzojë dhe do të shkatërroj. Pastaj do të pendohesh shumë. Mos i trego të lutem se në këtë botë nuk është e sigurt se çfarë do të bëjnë njerëzit. Kjo nuk duhet të kuptohet. Hajde të shohim. Gotën e ngre? Përnder të zonja Suzan, mirë se erdhe, përnder tuajin. Ju falemnderit. Roft instituti yt, që kampi ndërhyrjes estetike ndihmon të shëtitësh. Mirë se erdhe nën, Zoti dën shëndet. Falemnderit bie. Mirë. Pasi gjithë jemi këtu, dua që me ju të ndaj prodhimin për cilin punoja gjatë kohë. Mos gati është? Ti përse nuk e din këtë? Çdo ditë shkon në fabrik. Majide,
A mund t'i thuash mjeshtër Nuriu ta sjell? Sigurisht. Çfarë ndodh kështu? Biseda të koduara, ha? Nën, nuk janë të koduara. Më herët ta kisha thënë, por me siguri harove. Gjatë kohë punojmë të prodhojmë verë frutash. Po? Tani ta provojmë atë. Natyrisht, ky nuk është përfundimi. Duhet ende të punojmë për atë, por dëshiroja që rezultatin e provës së parë ta ndaj me ju. Edhe ti insiston për të bërë verë jo alkoholike. Kush e blen verën jo alkoholike pash zotin? Hakani ka të drejtë. A dhe gjove Gjela? Përfundimin do të shohim gjithë bashkë, Mahinur. Ju mos u mërzitni as pak. Gjela e din shumë mirë se çfarë bën. Natyrisht, patjetër. Edhe unë i besoj asaj. Për atë shkak ndaj edhe më shumë kohë në ndërthemun. Erdi. Bi, vish diçka. Në një ditë të këtilla shkohet kështu? Unë e kërkoja e kutin, u mërzita për atë. Është pra nënës së saj. Do të somurat. A hëngri diçka? Nuk hëngri. Bi, ti shko në kuzhinë. Unë do ta dërgoj akutin. Ne nuk arritëm që ta bindim të hajt diçka. Ndoshta ti do ta bindësh. Në rregull. Ti pse u zgjove? U mërzita për ty. Hajde, ha diçka. Mos sa shumë gjëra kanë sjell fqinjat. Nuk dua, nuk më hajt asgjë. Por ti ha, mos më shiko mua. Mos fol marrëzira, nuk bën ashtu. Edhe ti duhet të hash. Çfarë dëshiron të sjell? Nuk ka rëndësi. Në rregull, atëherë do të vë diçka të lehtë zemër.